Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndapa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 8 shpatat, 4 monedat, mbretëresha e shpatave, 9 monedat. Kjo javë për ju nis me 8 shpatat, duke treguar se mund të ndiheni të kufizuar ose të kufizuara nga mendimet, nga pasigurit ose nga rrethanat që duket sikur ju pengojnë të veproni lirshëm. Mund të keni përshtypjen se një situatë nuk ka zgjidhje, ose mund të keni përshtypjen se ju nuk keni aq kontroll sa do të donit. Megjithatë, karta sugjeron se një pjesë e këtyre kufizimeve mund të vi edhe nga mënyra se si ju po e shihni një situatë të caktuar dhe ndoshta jo nga realiteti vet. Më pas shfaqen 4 monedat duke treguar se mund të përpiqeni të ruani stabilitetin dhe gjithashtu mund të përpiqeni të ruani kontrollin mbi atë që ndoshta mezi e keni ndërtuar. Mund të ndiheni më të kujdesshëm ose të kujdesshme në vendimet tuaja, ose të mos dëshironi të merrni përsipër rreziqe derisa të ndiheni plotësisht të sigurt ose të sigurta. Karta tregon se kjo nevojë për siguri është e kuptueshme, por unë do të thoja nëse bëhet tepër e fortë, mund edhe të pengoj mundësitë e reja. Me mbretëreshën e shpatave, panorama fillon të ndryshojë, sepse mund të arrini ta shihni situatën me objektivitet. Pra të ndani emocionet nga faktet dhe të merrni vendime të bazuara në logjik dhe përvojë. Kjo kartë ju ndihmon të hiqni perden e syve dhe të shihni gjërat ashtu siç janë. Mund të vendosni kufi më të ashpër ose të shprehni mendimin tuaj në mënyrë të drejtë për drejtë. Ose të kuptoni se është koha të besoni më shumë në gjykimin tuaj. Narrativa përfundon me 9 monedat, e cila tregon se ky proces mund t'ju çojë drejt një ndjenje më të madhe pavarësie. Pra, mund të rritet vetvlerësimi dhe të arrini një lloj kënaqësie personale. Të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta në atë që keni arritur dhe të kuptoni se përpjekjet tuaja kanë filluar të japin fryte. Kartat tregojnë se java mund të përfundojë me më shumë besim në vetvete. Kartat këshillojnë gjithashtu të mos lejoni që frika t'ju bindë se nuk keni zgjedhje. Kalojmë tek familja. Në familje kemi hëna, mbreti i kupave, mbretëresha e shkopinjve, asi i kupave. Në familje java nis me hënën, duke treguar se mund të ketë paqartësi, mund të ketë ndjeshmëri të shtuar, ose mund të ketë situata që ende nuk janë kuptuar plotësisht. Mund të krijohen keqkuptime ose secili në familje ta shoh të njëjtën ngjarje me një sy tjetër, pra nga një kënd vështrim ndryshe. Karta nuk tregon me patjetër se hëna nënkupton që ka sekrete apo po fshihet diçka, por më tepër më lë të nënkuptohet se emocionet mund të ndikojnë më shumë se zakonisht në mënyrën se si interpretohen ngjarjet. Më pas shfaqet mbreti i kupave, pa dallim gjinie, i cili sjell qetësi dhe pjekuri emocionale. Dikush, ju partneri ose partnerja ose një antar familje, mund të zgjedhë të mos reagojë me nxitim, pra me mbretin e kupave, por të dëgjojë dhe të kuptojë situatën përpara se të flasë. Kjo energji ndihmon që tensionet të mos përshkallëzohen dhe të krijohet hapësirë për dialog më të qetë. Më pas shfaqet mbretëresha e shkopinjve, duke treguar se mund të rifitohet energjia, mund të rifitohet optimizmi dhe dëshira për të ecur përpara.
Mbretëresha e shkopimeve sjell iniciativë, sjell ngrohtësi dhe gatishmëri për të bashkuar njerëzit rreth një qëllimi të përbashkët. Narrativa mbyllet me asin e kupave, i cili flet për një fillim të ri emocional. Për disa mund të ketë një pajtim, ose një lajm të bukur, ose një afrim që forcon lidhjet familjare. Kartat tregojnë se paqartësitë e fillimit mund të shndrohen në një mundësi për të ndërtuar marrëdhënie më të forta. Në tërësi, edhe nëse java nis me pasiguri ose me keqkuptime, ajo mund të përfundojë me më shumë mirëkuptim dhe afërsi në familje. Kartat këshillojnë të mos nxirrni përfundime para kohe, sepse një bisedë mund të largojë shumë paqartësi. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi perandori, magjistari, rrota e fatit, budallai. Në dashuri, java nis me perandorin, duke treguar nevojën për stabilitet, nevojën për siguri dhe nevojën për qartësi në marrëdhënie. Mund të ndjeni dëshirën për të ditur ku qëndroni, çfarë kërkoni dhe cilat janë themelet mbi të cilat dëshironi të ndërtoni një marrëdhënie. Për disa nga ju, kjo kartë mund të përfaqësojë gjithashtu edhe një partner ose partnere, pa dallim gjinie pra, që shfaqet i vendosur ose e vendosur dhe në mënyrë të përgjegjshme. Ndërsa për të tjerët pasqyron qëndrimin, pra qëndrimin tuaj dhe mënyrën se si mund ta përjetoni dashurinë gjatë kësaj jave. Më pas shfaqet magjistari duke treguar se krijohen mundësi për të ndryshuar rrjedhën e situatave. Pra komunikimi, iniciativa dhe besimi në aftësitë që keni mund të luajnë një rol të rëndësishëm. Pra mund të ndiheni më të gatshëm ose më të gatshme të shprehni atë që dëshironi ose të ndërmerrni një hap që deri tani ndoshta e kishit shtyrë. Karta tregon se kjo është një javë ku veprimet kanë peshë dhe mund të ndikojnë shumë, më shumë nga sa mendoni ju. Me rrotën e fatit, situatat fillojnë të lëvizin në mënyra që mund të mos i prisnit. Pra, mund të ketë kthesa pozitive ose jo. Sepse rrota e fatit këtë pasqyron, pra një ndryshim të papritur të fatit që zakonisht është për mirë. Mund të ketë takime të rëndësishme ose ndryshime që hapin mundësi të reja. Rrota e fatit tregon se disa zhvillime mund të ndodhin natyrshëm, pra pa qenë nevoja të kontrolloni ju çdo detaj. Narrativa përfundon me budallain, i cili flet për një fillim të ri, flet për çlirim nga e kaluara, flet për gatishmëri për të hyrë në një etapë të re, pra me më shumë besim, pa i llogaritur rreziqet apo gjërat. Pra budallai nuk mendon, thjesht vepron. Për ata që janë në një marrëdhënie, budallai mund të nënkuptojë një kapitull të ri në marrëdhënie. Për beqarët mund të krijohen rrethana që hapin rrugën për një njohje ose për ndonjë fillim të ri sentimental. Në tërësi, dashuria mund të kalojë nga nevoja për siguri drejt një fillimi të ri plot mundësi. Kartat më lën të kuptoj se kur i besoni jetës dhe kur guxoni të veproni, për disa nga ju mund të hapen edhe dyer që më parë nuk i kishit imagjinuar. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të hidhni hapin e parë, kur zemra ju tregon se ka ardhur koha. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbreti i shkopimeve, 5 monedhat, temperanca në të kundërt, 6 shpatat. Në punë, java nis me mbretin e shkopimeve, duke treguar ambicie, iniciativë dhe dëshirën për të udhëhequr ose për të marrë përgjegjësi më të mëdha. Mund të ndiheni të motivuar ose të motivuara për të çuar përpara një ide ose për të treguar aftësitë tuaja.
Në fakt, duke parë kartat në sferën e punës, unë ndjej se duhet të shtoj edhe diçka tjetër. Për disa nga ju, mbreti i shkopinjve mund të tregoj gjithashtu edhe një qëndrim shumë autoritar ose kokfort, qoftë nga ana juaj, qoftë nga një person në ambientin e punës suaj, që mund të jetë koleg ose e pror, që ky qëndrim mund të krijojë tensione që vështirësojnë bashkëpunimin dhe mund të çojnë edhe drejt një ndryshimi ose edhe drejt një largimi nga kjo situatë. Më pas shfaqen pesëmonedat, duke treguar se mund të lindë një ndjenjë pasigurie, sikur mungon mbështetja ose sikur ka një shqetësim lidhur me aspektin financiar. Me temperancën në të kundërt, nënkuptohet se mund të jetë e vështirë të ruani ekuilibrin, pra mund të përpiqeni të bëni shumë gjëra njëherësh ose të reagoni nën presion ose të shkoni nga një ekstrem tek një ekstrem tjetër. Pra mund të ndiheni të lodhur ose të humbni përkohësisht durimin. Megjithatë, 6 shpatat tregon se gradualisht mund të gjeni një mënyrë për të dalë nga kjo fazë dhe për të lëvizur drejt një situate më të qetë. Pra mund të lini pas një problem, një mjedis që nuk ju përshtatet ose një mënyrë pune që nuk po jep rezultatet e dëshiruara. Për disa nga ju mund të ketë edhe një largim nga puna ose një ndryshim të rëndësishëm profesional që mund të bëhet pjesë e kësaj jave, sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit dhe më pas mund të bëhet e vështirë të rregullohet. Dhe këtë e mbështet edhe karta në Prism Oracle që është ndërprerja. Kjo kuptohet, nuk është për të gjithë ju. Pra në tërësi, edhe nëse java sjell sfida dhe pasiguri, kartat tregojnë se mund të gjeni një zgjidhje. Unë do të thoja se durimi dhe përshtatja do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime të nxituara nën presion. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi ndërprerja. Ndërprerja nënkupton se disa ndryshime ndodhin për të krijuar hapësirë për diçka të re, si për shembull mundësi për të riformuar rrugën tuaj nga e para.